do të afrohem me djemë që siç duket kanë zgjedhur ta ndjekin ndeshjen edhe të shoqëruar me nga një birrë. Shumë fantastike. A besoni në fitoren e Shqipërisë sot përballë Serbisë? Po si jo, kemi ardhur enkas për këtë. Si jo? Nga Italia. Nga Italia. Dhe çfarë ju duket më e rëndësishme, fitoria e Shqipërisë sot përballë Serbisë apo Kosovës dje me Sloveninë? Çdo fitore ndaj Serbisë është fantastike, më fantastike se çdo gjë tjetër. Faleminderit. Siç duket, më së shumti pas ka të ardhur nga Shqipëria ose nga vendet të tjera, do afrohem me djemt. Fiton Shqipëria sot apo? Po, Shqipëria e fiton. Qa është më mirë, me fitu Shqipëria sot apo të fiton të Kosova djenë me Sloveninë? Dy jatë më mirë. Greta, sigurisht janë ovacionet e zakonshme, do thoja që her pas here tifozët ultras të kombëtares këndojnë edhe në stadiume, por edhe në çdo vend ku grumbullohen për të ndjekur. Se nuk isha shumë të flak. Greta, nuk dëgjova, mund të ma përsërisësh edhe një pyetje. Ndërkohë kisha Lediane pak më përpara dhe kishte Tupana në Tiranë, edhe Flagadan, Tupana, shumë flamuj, kishte nisur kënga, valle aty i shoh të përqendruar ndaj ekranit, apo më duket mua, Erdit? Po, siç duket, kanë më tepër pritshmëri nga ndeshja, kështu që do e ndjekin ata me kërshëri dhe ndoshta me një rezultat pozitiv, të shpresojmë mund kemi edhe ndoshta një atmosferë më të elektrizuar këtu në Prishtinë. Sigurisht nuk mund të krahasohet me atë që përcolli pak më herët kolegja Lediana, për shkak se aty ka organizim të tifozave kuqezit, ndërsa këtu janë qytetarë dhe po themi tifoz jo të organizuar të kombëtarës, kështu që më së shumti ata janë të përqendruar për ta ndjekur ndeshjen dhe duke shpresuar dhe uruar sigurisht një rezultat pozitiv përballë Serbisë, që do të ishte një augur mjaft i mirë për ëndrrën e Shqipërisë për të shkuar për herë të parë në kampionatin botëror të 2026. Ja do të provojmë të afrohemi me dy zonja. Shpresoni një fitore. You speak English? You're not from Kosovo? You're here to visit. For tourism. You're supporting Albania? Yeah. Okay. You're welcome. Janë të huaj, siç duket në të gjitha këto prononcime që po marrim, s'po mundemi do të gjejmë vendalin të Prishtinës, përveç këtyre djemve që po na thërrasin vetë në këto momente, me siguri do duhet jenë Prishtinali. A shpresoni në një fitore? Po në që po qëtë eksa për Minhenit këmë ardhë vallaj veç për fitu Shqipëria. Nga ke ardhur? Nga Minheni këmë ardhë. Dhe atë duket kjo fitore më e rëndësishme se sa fitoria e djeshme e Kosovës përballë Slovenisë? Ka për gjakin tem inshallah edhe botrorin e fitojmë inshallah. Veç me të mira inshallah. Veç me fitu kismet. Ka filluar, nuk e di nëse u dallua në studio Greta, ovacionet e para me momentin e daljes së skuadrave në fush, sepse është duke filluar dhe ndeshja në Leskovac, vetëm pak kilometra në fakt nga këtu ku jemi neve, nuk jemi në distancë shumë të largët nga stadiumi ku është duke nisur në këto momente ndeshja e kombëtares së Shqipërisë me atë të Serbisë. Kjo është pak a shumë atmosfera në një nga zonat qendrore të Prishtinës, me qytetarët që tashmë mund të dallohet që kanë nisur ovacionet e para në mbështetje të kuqezimve. Po, Greta. Ardit, të falenderoj, por nëse ke mundësi që ta sillësh zërin e qytetarëve her pas here, jemi urpritur që të rilidhemi sërish. Ndërkohë shkojmë pak